Një valë e re rastësh në lidhje me narkotikët ka përfshirë disa qytete të Kosovës, duke ngritur shqetësime serioze për përhapjen e substancave të ndaluara, sidomos te të rinjt. Brenda pak orësh, policia e Kosovës ka raportuar disa raste të ndara në Malishev, Gjilan, Prizren dhe Prishtinë, ku persona të moshave të reja janë kapur me substanca të dyshuara narkotike. Në Malishev, një 19 vjeçar u ndalua pasi gjatë kontrollit në një vetur u gjet rreth 3 gram substance dyshuar narkotike, për të cilën veti dyshuari pranoi se ishte përdorues. Në magjistralën Gjilan Prishtinë, një 29 vjeçar u kap me marihuanë gjatë një aksioni policor, të cilit janë gjetur një sasi prej 14 gramësh lëndë narkotike. E një rast më serioz u shënua në Prizren, ku policia brenda veturës së një 27 vjeçari ka gjetur 3 doza me marihuanë si dhe një dozë me kokainë. Pas kësaj, hetuesit kanë kryer bastisje edhe në shtëpinë të dyshuarit, ku kanë sekuestruar sasi të ndryshme narkotikësh, pajisje për përgatitjen e tyre, para të gatshme dhe telefona mobil. Edhe në Gjilan, një 24 vjeçar u ndalua me sasi të vogël marihuane gjatë kontrolleve policore, ndërsa në Prishtinë një ndjekje policore përfundoi me arrestimin e një të riu, i cili jo vetëm që tentoi të arratisej, por edhe sulmoi një zyrtar policor gjatë intervenimit. Në veturë u gjetën substanca të dyshuara narkotike. Të gjitha rastet janë iniciuar nga Prokuroria e Shtetit, kurse hetimet për to po vazhdojnë. Rastet e tilla të përsëritura po tregojnë një trend shqetësues në vend të përfshirjes së të rinjve në posedim dhe përdorim të substancave narkotike.